Ka ardhur një ditë pejgamberi sa sen që ka pas rendin, një ditë pejgamberi sa ka pas më shumë se një gru. Edhe ka shku te secila, më ja jap hakun. Kur ka pas rendin Aisha radiallahu anha, ka shku edhe pejgamberi sa selam atë shumë e ka dasht Aisha radiallahu anha, sa ka shku edhe ka qit krytën prehenin e saj. Edhe kur e ka qit krytën prehenin e saj, e ka kap gjumi pejgamberi sa selam. Edhe Aisha tu mendu, ju ka kujtu dita e kiametit, momentet e ditës kiametit, ja ka nisë me shkullat. Edhe lot e saj të ndershme i kanë rënë fytyrën e ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i kanë rënë lot o çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë ja Aisha, ma leki tabkin. Ka thonë pse po kanë Aisha? Çka kiçi po kanë? Thotë që tash Aisha ka thënë se vetë, tadhakkartu yawm al-qiyamah ya Rasulullah, e kujtova ditën e kiametit. Tha ja Rasulullah, e të dhkurune ehlikum, a keni me i kujtu jo familjarët te ja Rasulallah, ka me të ranë men për familjarët e tu, sikur sa Aisha pëdo me i thonë ja Rasulallah, a ka me të ranë men për Aisha në ditë. Qa thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amma fi thalathati mawatin, sa i përket thot 3 momenteve, nuk i bjen men as kujt për askan. Allah. Momenti i parë thot, kur të vendoset ura e siratit. Si bjen men se cili se eshe Allah vjem eshe gjehnimin, eshe ma e prejtë se shpata, ma e hullë se kimja vlogit, ishe njerës dura, e njerës të pejgamberi s.a.s. qatë shumë kanë më ra, në gjehnem të të në dalë në unën e majta dhe i kapi njerës, du kum bi hëgje që kom ju kapi për belin e ju edhe ju ngrej, mos milon me ra. Thot, 3 momente si bjen kuj për kënë, si bjen men. Momentin kur vendoset sirati, momenti thot kur do të vendoset mizani, peshorja, në umat njerëzve punë e mira dhe të këqija, thot edhe momenti kur do të shpërdohen, qka? Kur kanë më u shpërda librat. Librat. Shurët e mi, Allah me i boft pastërt me qenë, ja Rabbi, me qenë të pastërt të mbushëm me sevape, me qenë të pastërt për gjunaheve, për mekateve. Se ti kur del në këtë dunja i dashur jem, del me i liber, e ki librin me veti e ki, ti e autori ti, ti e autori ti, s'ka që ta mërë dorën dikush me të shkruan to, jo, ti e vetë autori, të mirat e të kësia që të shkruhen, edhe të thuhet nesën ditën e kiametit, merë e lezo librin, edhe momentin dashurit e mi, kur shpërdahen fletushkat, edhe kjo një moment për momenteve dëvështira, ditës kiametit, disa kujtojnë, që dojnë me shpëtu se e marrin vesh kush e merr librin me dorën e djathtë, është për çka? Për shpëtuve, munafikat edhe qafirat, shkojnë të mshef dorën e majt. Kur'ani e përshkruan në mënyrë precize, i mshefin i qesin në dur të mbas, Allahu e që dojnë me marrë me djathtën, se dojnë me shpëtu, po s'ka, nësë si ki punë të djathtëve. Edhe në këto 3 momente, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, qka? Tha nuk i bjen kërkuj. Enesi që e transmeton këto prej Aishës, është një shtesë dhe ajo është e ëmbël, e kojshtme. I tha, ja Rasulallah, Enesi, tha, ejne e gjithuke. Enesi e ka dit, e din, Enesi e këtë sahabet, edhe këtë musliman du të këto me e pas bindje, se s'ka shpetim nesën ditën e kiametit, pas Allah subhanahu wa ta'ala, me të marë, me shku pas Rasulit, me të kap doaja e ti, shefati i ti, që ata Enesi i tha, para me ndo kur Enesi i ka thonë, që i ka bo 10 vjetë që hizmet pejgamberi sallam, 10 vjetë o konë afer ti, ka bo hizmet, ka thonë, ejne e gjithuke ja Rasulallah, ku me të lypu në ty nesën ditë një hamit, tha, ose më gjenë të haudi, ose më gjenë të mizani, ose më gjenë thot të sirati. Qëto dyja që më përmen, të fundit, kanë thonë ulemat, pse Rasulullah e rinë sallallahu alaihi wasallam të mizani? Rinë thot se ka gajle për ummetin e ti, me i këshyrë, që po bojnë ummeti i ti, që po bojnë pasust e ti. Edhe rinë thot të sirati, mos me ilon, që ata që e përmenda, mos me ilon me ranë gjehenem, Allahu na bof nasib me qenë prej shoqëruzve të pejgamberit, me qenë prej shoqëruzve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.